Ja se çdo ham sot në mëngjes ora 8 i mëngjesit sapo u hap. Ka këtë gjën këtu me vezë dhe me oriz, se orizi nuk e shpëton dot. Të gjitha këto gjërat, ky vend këtu konsiderohet vend i pastër, nga që janë të mbyllura këto gjërat. 35 i bie 1 euro diku, edhe kjo gjëja këtu ka, ku dyqan nuk ka brenda, ka vezë, ka ca gjëra tjera me vezë, me oriz brenda, oriz me pul, ose qa mishi mund t'jetë ai, oriz me kofsh pule atje, oriz tjetër që më tutje, rreth 1 euro të gjitha këto shikoni, me perime të ndryshme, me gjëra që mund t'i hapësh dhe vetë t'i hedhësh, këtu për shembull me atë gjën djegse, jo se s'është pjesa tjetër djegse, po me frut, me mish, oriz prap me vezë, një oriz tjetër me gjysmë vezë të zier, një oriz me një dy gjëra të tjera këtu, por kjo është 40, më është 1 euro e pak. Ka ca ëmbëlsira atje si që janë këto manushaqet, të kuqe, ato gjërat janë në pjesë mund t'i hapësh vetë edhe vetë. Kjo ëmbëlsira këtu, edhe ky vendasi këtu, po fillon e merr vetë i shikon vetë për shembull. Edhe atë ke një si pun sushi. Jo sushi. Edhe pas ka dhe buk përfundimisht, gjetëm dhe ca buk. What is this? Sweet? Not sweet? No, sweet. Qështë ajo se në hëri? Është me këtë gjën këtu. Kujde. Hajde më ta provojmë njerë, ta marrim. Ja, do marrim këtë, marrim dhe një të tillën, edhe u zgjedh. Do me thënë po keni parë filmin 50 Shades of Rice, ky është.